janë të detyruar që mos në bojnë as tërvitje. Këtu ma shumë të jemi tu për jekin thjesht në nxënësit të cilët është normalisht ftohtë. Sala e sporteve në shkollën Astrid Bytyqi në Ferizaj për më shumë se 2 muaj ka mbetur pa energji elektrike. Kjo për arsye se është djegur ora elektrike, e cila sipas komunës nuk e ka pasur kapacitetin e duhur. Mungesa e energjisë elektrike në sallë po paraqet problem për mbajtjen e orëve të edukatës fizike, të cilat gjatë muajve të ftohtë mbahen brenda. Po ashtu, kjo po u shkakton vështirësi edhe klubeve sportive që stërvitjet i kanë zhvilluar në këtë sallë. Ky problem është evident që 2 muaj e gjysmë, fiks me 30 nëntor, kur Federata e ping-pongit ka pas këto ndeshje, aktivitete, dhe prej atëherë momentit e njësori është djegur. Mirë po, drejtorisha e shkollës e ka ba ankesën të drejtoria arsimit, dërsa drejtoria arsimit e ka ba ankesën do të Keci. Mirë po, Keci ka dalë me pas një kohë shumë gjatë, ka dalë në teren, edhe na ka të regu që këtu duhet të ketë një trafo më të madhe, sepse nuk i qanë rryma gjithë këto kalorifera në zemin që kemi këtu në shkollë. Mirë po, pas një kohë i kemi bë kërkesën, ata kanë ardhur dhe kanë nërriq një njësori, cili është vetëm 15 kW, ndërsa një nxemje këtu në palestër është 17 kW. Jemi duke e pritur, mirë po asnjë shenjë pozitive nuk ka për momentin. Këtu ma shumë të jemi tu për jekin thjesht në nxënësit të cilët është normalisht ftohtë, për shkak që në muajin e dhjetor, janar kemi mbajtur mësim këtu. Është pak ftohtë, mirë po edhe klubet tjera janë të detyruar ta ndërpresin sepse nuk ka energji elektrike, s'paku as drita nuk ka. Ka klube këto që garojnë në Superligën e Kosovës në volejboll, ku kanë investuar lojtarët prej jashtit, janë të detyruar që mos në bojnë as tërvitje. Do të thotë janë detyruar të shkojnë nëpër fshatra ku ka ndonjë sallë me gjë ndonjë vend për stërvitje. Ndërsa, nga drejtoria e arsimit në Ferizaj, thanë se pas pranimit të ankesës nga drejtoria e shkollës, ata kanë bërë kërkesë në KEZ dhe se janë duke e pritur miratimin e realizimit të projektit. Po, në fakt atë është salla, e cila është ndërtu para pak vitesh, edhe është në funksion, është një sallë që na ka shërby jashtëzakonisht shumë edhe për klubet të qytetit, po edhe për nxënës kryesisht. Ndërsa problemi ka lindur me djegjen e orës elektrike, e cila nuk e ka pas kapacitetin e duhur, që është vendosur në kohën kur është ndërtuar salla. Po në momentin kur shkolla na ka njoftuar neve për këtë çështje, ne kemi lajmëruar në KEZ, ashtu kemi një gjitha procedurat të cilat kanë qenë para, e kemi dorëzuar dhe projektin, dhe tash po presim vetëm miratimin e tij apo në fakt realizimin e atij projekti në shkollë në mënyrë që të vendoset edhe ora e cila planifikohet, apo është e parapunkt të vendoset në postë harxhimeve që i ka salla. Lidhur me këtë, nga KEZ mohuan të jenë njoftuar për ndonjë problem me furnizimin me energji elektrike. KEZ në Ferizaj, konkretisht në zonën e Cekur, ka realizuar investime të theksuara gjatë 2 viteve të fundit, duke investuar në të gjitha pikat e rrjetit shpërndarës, me theks të veçantë në nivelin e tensionit të mesëm. Këto investime kanë përfshirë konvertimin e tensionit nga 10 kW në 20 kW, me qëllim të rritjes së kapaciteteve shpërndarëse dhe përmirësimit të dukshëm të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët, përfshirë edhe sallën në fjalë. Për rastin konkret, KEZ nuk është njoftuar për ndonjë problem me furnizimin me energji elektrike. Mirë po KEZ tha se pavarësisht kësaj, ekipet do të dalin në teren për ta verifikuar situatën. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ekipet e KEZ-it do të dalin në teren për të verifikuar situatën dhe për t'u njoftuar më nga afër me problemin me të cilin po ballafaqohen qytetarët në atë zonë. Në rast se konstatohet se problemi është përgjegjësi e KEZ-it, ai do të rregullohet në kohën më të shkurtër të mundshme.